Tani, zoja nën kryetare, nëse qësoni normale këtë seancë, që këta që ankohen për bullizëm online, shiko se si sillen. Dhe ankohen këta për profile falso. Zoti Kapri, keni fjalën 5 minuta, Zoti Kapri, fjalën tuaj. Sa po më përmendën atë, më të flasësh pra, jo, ju si përmend ndër njëri, ju lutem, keni fjalën 5 minuta. Po përmendi forcën time politike, më zonjë. Mirë, po ju lutem. Me qetësi, keni fjalën 5 minuta. Me qenë se më lërë të flas. Tani, nëse këtu ka një ndërmarrje që merret me komente dhe profile falso, është një pjesë e administratës publike që punon e paguar edhe të zyrat e katit të dytë të Partia Socialiste, edhe të kati përdhesës tek Pallati i Kongreseve. Janë një ushtri e tërë të paguar me para publike, të cilët sulmojnë këtë mundin përpara. Tani, këto lloj shantazhesh këtu në parlament për profile fake, keni gjithë shtetin në dorë. Keni gjithë shtetin në dorë, merruni me shtetin, ju lutem, dhe e keni dorë dhe gjini, se ku është faktu nuk e di, dhe ankoni ju për dhuna, o Zoti i Madh. Tani, dëgjoni, zonjat e nderuara, edhe zonja Çaushi, edhe zonja Kida. Nuk jam marrë asnjëherë me Kidwina Zaka, po ndjes, zonjë, kërkoj ndjes. Nuk jam marrë asnjëherë me ju, pavarësisht se ju nuk pushoni nga vendi, edhe për një arsye shumë të thjeshtë. Arsyeja është që unë e kuptoj pse jeni ju këtu. Sidomos ju zëqine që erdhët dhunshëm në parlament duke marrë edhe një mandat që nuk e meritonit. Dhe arsyeja pse bëhet kjo është pikërisht për të trequr vëmendjen, për të mos folur për çështje reale në këtë vend dhe u keq përdorin ju që është keqardhje e madhe. Dhe në fakt, prania juaj në këtë seancë është pikërisht dëshmi se sa keq është ka ta ndisur parlamentarizmi në Shqipëri. Kjo është e parë dhe e fundit që merrem me ju, sepse edhe si zonja dua të respektoj, të nderoj, nuk kemi marrë ndonjëherë me ju, merreni ju me ne dhe ne e kuptojmë nga vjen urdhri, por me që zonja Çaushi është marrë me 10 herë me ne, e kam një porosi nga 10 mira të rinj një shesh, të cilët e kanë dedikuar një këngë e dashur. E ke dëgjuar këngën e rinisë shqiptare? E ke dëgjuar? Zeqine, 3 milion jemi ne, ti nuk di të numërosh, shko në shkollë të mësosh. Që jemi në shesh, sot më shumë, deri në rrëzimin e Tiranës. Faleminderit. Zonja Çaushi për replikë. Ishti e ralt sepse kam ardhur unë këtu edhe ta mësosh një herë mirë ti e gjitha ato sorrat që financon ti atje bulevard, se flamingot kanë fluturuar, kanë ngelur ato sorrat që i financon ti. Unë këtu e ralt kam ardhur për të përplasur të vërtetën në sy, ty dhe gjithë shqiptarët ta din mirë. Ta tha kryetari i grupit parlamentar që parë dhe po ta them unë tani, ku i ka gjetur Agronshea ato 15 milion euro që pastron parat dhe i bën fiktive gjas me shet një shtëpi. Ku është kjo shtëpia 15 milion euro, mos edhe në New York nuk kushton një shtëpi 15 milion euro. Ku i ka gjetur Agronshea ato miliona euro që i ka dhënë hua? Këto hajde dhe tregoa shqiptarve ti edhe Agroni. Faleminderit. Po zonë Zake, kërkoni fjalën për replikë. Po. Nderuar drejtuese seancës, e mora fjalën për replikë me qenë se kolegu Kapri më pretendon që unë e përmend apo nuk e di që e pas ka ndruar emrin e pas ka bërë Agronshea ose mbase janë 2 në 1, nuk e di, domethënë çuditëra po dëgjojmë në këtë parlament edhe në Shqipërinë e ditëve të sotme. Megjithatë, po të kthej një përgjigje se pse jam unë edhe e ke parë e diti për çfarë jemi ne këtu. Mendoj që arsyen sepse unë, kolegja Çaushi dhe gjithë të tjerët jemi në këtë sallë, në këtë legjislaturë ju a kanë treguar shqiptarët vjet, në 2025-ën. Kështu që dhe pse
juve nuk ju pëlqen ky argument, dhe pse ju refuzoni që ta pranoni dhe pretendoni që ju jeni krah protestuesve dhe ata ju duan dhe ju mbështesin, nuk kemi parë sa ju duan, nuk kemi parë sa ju mbështesin duke u larguar, tash keni filluar stil tjetër, i gjeni këta njerëz dhe gjëja vin, ju takoni, ju përqafojnë, na thu se i puti malli për ju, po e dim shumë mirë se në ato videot e para Groni kishte ty dhe Fridën, vetëm juve, shiko Frida që janë gjithë ta njerëz, shiko Erald që janë gjithë ta njerëz. Pra, partia juaj këto janë, jo, mi dërgojnë qytetarët dhe thonë sa të varfër që janë në popull këta që pretendojnë se kanë shumë mbështetje edhe që bëjnë namin, ju harroni që shqiptarët nuk gënjen me ato video tuaja të TikTokut i dashur Erald. Qytetarët shqiptarë kanë zgjedhur kush do t'i drejtoj dhe kanë zgjedhur rrugën e Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Dhe jam bashkë me Partinë Socialiste të ftuar të gjithë në trenin që ka nisur rrugën për Bashkimin Evropian. Ju se di ku keni mbetur, po Zoti ju ndihmoft që të gjeni rrugën. Faleminderit.